direkt me njerë, pa që nevojë të kërkosh majtës e djata. Po paragjikoni avokat, se ndoshta rrugët nuk të çojnë atje. Pa diskutim që të çojnë atje. Pa diskutim, ai nuk ruan bagtit aty. Ai pratëri aty, pratoparari aty. Po nëse do i kontrollonte ai, atëherë do kishim institucione të tjera, janë ato drejtësisë, ka institucione të tjera, siç thatë ju kryeja e. Prandaj, po atëre prap dole atje ku duhej. KLSH-ja ka zbuluar me qindra milion euro të vjedhura. Jo kështu jemi dakord në këtë pikë? Në raportet e çdo viti nxjerr abuzime, por është prokuroria dhe gjykata ato që duhet thonë fjalën e fundit. Vendimet vonë shprehur. Me radhë. Sepse ato janë një pjesë të KLSH-s janë dhe rekomandime, shumica. Jo, nuk janë rekomandime, janë para të zbuluara të vjedhura. Dhe prandaj thash Spaku, i famshmi Spak, që është masha e Edi Ramës, është edhe shati i Edi Ramës, edhe lopata e Edi Ramës për të mbuluar. E keni mbështetur shumë avokat, po ju ka zhgënjyer me sa shoh. Po i gjithë populli shqiptar është zhgënjyer prej tyre. Merren me tenderat turp të vi. Po Dumani ka një bilancë, se thotë që shiko, një pjesë të mirë të politikanëve të 30 viteve të fundit i ka çuar para drejtësisë. Për çfarë? E dini akuzën? Shkelje barazisë në tendera. Dhe shpërdorim detyre. Asnjëra as tjetër as më në punë mua. Mua më në punë ku vajnë parat, ku janë parat. Pra ju thoni avokat që me këtë Spaku po shërben si lavatriçe, po i pastron më shumë se sa po i ngarkon. 1000%. 1000%. Është tamam ashtu. Pra ne i kërkojmë Spakut, i kërkojmë dhe atyre financuese të Spakut që janë Amerikanët, janë Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ne i themi ambasadës amerikane që Spakun ta urdhëroj që të gjej ku janë parat, ku kanë vajtur parat. Se parat nuk i kanë palë në gjurmë, asnjëherë. Po si kanë dalë nga këtu, nëse kanë dalë, apo si janë shërur? Jo, kanë dalë me leje, me rregulla me të tëra, po që nuk na i thonë më ty dhe kanë dalë ka shkuar në gjithë atyre që kanë pushtet në dorë. Se dihet që kanë dalë parat, dihet dhe se ku kanë shkuar. I dinë shumë mirë, nuk i dinë. Por hajduti nuk do thotë se si vodi dhe kueçoi mallin e vjedhur. Kjo i takon Spaku ta zbuloj ta gjej, dhe Spaku duhet ta gjej. Dhe me që se Spaku edhe Byra Kombëtare e Hetimit paguhen nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, unë kërkoj nga BKH-ja dhe nga Spaku të hetoj për parat, ku janë parat. Nuk më duhen tenderat edhe shpërdorimi i detyrës edhe këto pislëqe që i çon Edi Rama me urdhër të tij çon në prokurorinë e gjykatit, në dhe nga një vit të dy, dalën ata dhe bëjnë kërdin, pastaj duke pastruar parat. Kjo është situata. Avokat, pra me atë që kuptova, juve nuk ju bind as rasti i fundit që pritet që Belinda Balluku pra ka një fletësire nga Spaku, pritet paraqitet ndoshta për të marrë pandehur apo për të komunikuar. Para 5 minutash pash që para një ore ishte botuar, ishte hedhur në Facebook, në YouTube, në mos gaboj, që zënja Balluku ka pritur, edhe nuk e di ka pritur për të. Shëndet. Pra para një ore ka qenë zyrë. Kështu thuaj aty, tani ishte i regjistruar apo s'ishte nuk e di, ishte tek ajo te Dritare. Që është një kanal Dritare, është televizion nuk e di sa. Nuk është paraqitur, domethënë. Deri tani s'kemi dëgjuar asnjë fjalë që të jetë paraqitur në Spak. Niko që u bë shumë zhurmë. I vate flet arrestje, i vaj dovej me avokate, dovej nuk vete, unë kam thënë, Edi Rama atë do ta shpëtoj sepse nuk ka më hapësirë për vetë të tij. Po u fut ajo në burg, është automatikisht ishte i vajtur Edi Rama. Se do flasë, si dollash. Pra ju thoni që Belinda Balluku nuk do ketë më sigurie të fortë ndaj saj, do jetojë ndjenjë të tjerë. Fare si gjithë tjerë, shkelje barazisë të tendera. Ka gjithë hesus. Parat ku vajten? Parat ku janë? Se shikojmë rrugët janë cop-cop. Para 3 ditë që unë i thash edhe nga Gjirokastra,
Të mbi kalimi i Kasharit, një grop më qaut gomën e kraut të djathtë, diskun, të dy gomat e kraut djathtë dhe diskun e parë. Pra, këto janë rrugët e zonjës Ballukus, janë të mijat, i ka bërë ajo. Edhe në këtë gjendje i ka lënë ajo. Do të thuash se s'ka vajtur ajo vetë personalisht, po e vërtet që s'ka vajtur personalisht. Po ka supervizor për rrugët, të cilët nuk funksionojnë dhe nuk mund të funksionojnë, për arsye se tenderi s'dhen me mik. Dhe ai që ka marrë tenderin ka paguar dhe parat atje ka ka dhënë atë kuotën, 25-30% sa e kanë, sa merr ai që jep tenderin. Do me çdo gjë e kalbur, çdo gjë e Shqipëria edhe pushteti shqiptar është kthyer në një moll të krimbur, po jo të krimbur me një krim, po të krimbur nga mira krima që livrin dhe lëvizjen aty brenda dhe nuk ka burr nënë që ta zën me dorë. Pra, këtu duhet një përmbysje e plot e këtij sistemi, e këtij pushteti, populli të dalë në rrugë, të bllokojë rrugët, të bllokojë zyrat dhe të kërkojë urgjentisht shkarkimin e qeverisë dhe daljen e personave përgjegjës para gjyqit, para ligjit.